Adrian Bajrami ka debutuar të hënën në darkë në radhët e Zvicrës, tek e cila shkoi pasi braktisi përfaqësuesen shqiptare në shtator. Mbrojtësi kuqezi luajti në minutat e fundit të ndeshjes kualifikuese të botrorit ndaj Slovenisë, duke shënuar kësaj debutimin e tij me helvetët. Por tashmë është zbuluar se debutimi i tij nuk ishte qenë i planifikuar dhe këtë e ka treguar edhe vetë futbollisti. Trajneri Murat Yakin duket se nuk kishte pasur në plan të aktivizonte lojtarin që la Shqipërinë, por një dëmtim me Ricardo Rodriguez në minutat e fundit ndryshoi gjithçka. Është e pabesueshme, jam i lumtur dhe krenar. Unë nuk isha as në nxemje, por Rodriguez pati një problem të vogël dhe gjithçka ndodhi shumë shpejt. Me që unë hyra në lojë kaq shpejt, isha shumë më pak nervoz se sa e prisja. Kisha ndjesi të mirë që në prekjen e parë të topit dhe jam i lumtur, tha Bajrami. Ndërkohë trajneri Yakin la të kuptohej se fakti që dinte të luante me të majtën kishte qenë arsyeja pse u zgjodh të hynte në fushë në vend të Rodriguez. Adriani bëri mirë në stërvitje, ai luan me të majtën dhe mbron mirë, shpjegoi trajneri i Zvicrës pas ndeshjes.